Kur e ke filluar këtë biznes? Pra si Këtë biznes e kam filluar në vitin 2000. Unë si punë kam 1991 si këtu. Si firmë pastaj hap në vitin 2000. Në 2000 hap në shtëpi me një elastiko të vogël zhbem, të vogël. Pastaj mora skafet e Olimpiadës, skafet e Olimpiadës 2005 për 2004. Pastaj hape kompaninë dhe vazhdove. 7 metra, 12 metra gjysmë. Pra nga 4 tani jemi me 12 metra. Veç kësaj, unë bete tupolar të shumë firmave të këtu në Greqi, që janë në emër. Këta janë kalupët e skafet të matë që prodhojnë neve, atë 12 metrës. Tu fillon, në? Tu fillon bën. Ti bën kalupin. Tu gjastra dhe dek. Meren, sa bashkohen bashkë, prodhohet i këpërë, dhe balonët dhe montojnë. Si është kërkesa me tregun? Ses në gjithë vërdet Europës, ses në Turqi, ses në Kroaci, ses në Spanjë, ses në Itali. Me Shqipërinë si ke marrëdhëniet? Edhe në Shqipëri kam shqitë të skafe, shumë skafe, por atje nuk kam arritur të bëj unë një ekspozit. Kjo sa persona merr larg? Kjo me 8 persona, me leje. Dhe një shqiptar shumë i mirë që ka punuar, ka ndërtuar kompaninë dhe ke bërë punën më të mirë që bën një kompani shqiptare apo një kompani që ndërton të tillë biznesi. Biznesi jote është i rëndësishëm dhe unë ftoj që të vinë në Shqipëri të hapësh ekspozitën dhe të bëjmë mundësinë që edhe bizneset shqiptare të jenë pjesë